ftuari i radhës është ekspert kriminologjie Fatmir Tara. Zoti Fatmir, mirë se erdhe dhe të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit për ftesën dhe jam i gatshëm të përgjigj çdo lloj pyetje që mund drejtohet në këtë emision. Video dhe denoncimet e fundit kanë ngritur pikpyetje në mbi realitetin brenda burgjeve shqiptare. Si e shpjegoni këtë debat publik? Pra, sistemi penitenciar në Shqipëri funksionon mbas ligjit të ekzekutimit të vendimeve vepër penale, i cili kontrollohet nga strukturat përkatëse mbi bazën e disa pikave, të cilët është organizimi, administrimi, është mbikëqyra dhe siguria, legjislacioni dhe rehabilitimi. Pra, në përgjithësi, mbi bazën e këtyre kritereve funksionon në sistemi penitenciar në Shqipëri, i cili sot për sot plus të mirë ka dhe disa anë negative ose disa dukuritë të cilët shfaqen her pas here në jetën e përditshme të sistemit dhe brumtarisë të këtyre strukturave. Sa e besueshme është që në institucionet të sigurisë së lartë të ndodhin shkelje të tilla pa dijenin e autoriteteve? Në përgjithësi, këto dykuri nuk mund të bëhen pa ose informacion e një titullari, sepse është sistemi i tillë i ekzekutimit vepër penale, pra i sistemit të burgjeve, që nuk mund të kalohet ose mund të anashkalohet aq kollaj. Pra, dikush, do të ketë një përkraje, dikush do të ketë edhe një suport për të kryer një veprim. Por thash, këto janë raste sporadike, raste të cilët kanë sy ose dukuri që vjen re në institutet e ekzekutimeve penale në disa burgje të Shqipërisë, kur në burgje të sigurisë të lartë. Por themi në disa raste që jo çdo pamje, jo çdo fotografi, jo çdo lajm mund të bëhet të vërtetën, sepse zakonisht edhe strukturat ose sot jeta ka evoluar, të cilët edhe nuk mund të përballen me realitetin, por një gjë ndodh. Nëse ndodhin, kjo është një neglizhim i punës të drejtuesve ose i zinxhirit komandues të institucioneve përkatëse ku këto kryen dënimet para burgosit ose të burgosit e vendimit të formës prerë. Thej që jo çdo video ose çdo foto që publikohet është reale. Kemi rastin e burgut të Peqinit. Pikërisht mor shkak nga një foto që ishte publikuar këto ditë, unë rastisht e pash të një vajze bjonde. Jo çdo kush mund të hyjë të ketë takim, sepse edhe klasifikimi ose takimet në përbujtje të sigurisë të lartë ka një farë rregulli protokollar, i cili kush lejohet hyjë dhe kush lejohet të marrë takime. Pra, të drejtën e takime e ka kushdo i burgosur në përputhje me legjislacionin në fuqi. Pra, përbujtja e sigurisë së lartë, i cili kanë dhe ligjin numër 81/2020, ku fliten për disa kritere të takimit të disa persona me brendari të lartë kriminale, apo me rrezikshmëri të lartë shoqërore, apo që kanë kryer akte terroriste, se si mund bëhen takimet. Pra, çdo kush mund të hyjë në burg të takojë. Për sa i përket anës dokumentare, se si kanë penetruar, se si kanë rregulluar, është diçka për të parë. Por ne flasim sot si fenomen. Nuk po hym në punët e brendshme, të drejtën apo mos drejtën, sepse ajo mund të jetë një bashkëjetuese, mund të jetë një bashorte, mund të jetë fëmia, mund të jetë vajza, për të cilën bëhet fjalë që mund të ketë vepror ose mund të ketë hyrë në sistemin e ekzekutimit penale. Kalojmë prapë te burgu i Peqinit. Është real video dhe pamje që janë publikuar? Me thënë drejtën, unë si kriminolog ne lidhim fotografinë në shumë pikpamje. Nuk është aq kollaj sa të thush që kjo pamje është vërtet reale apo është pamje e montuar. Sepse që të krijosh një episod, të krijosh një ngjarje, një skem krimi, siç e themi ne, duhet parë disa elementë. Por duke pas parasysh vitet e shkuara, për shembull, ku në burgun e Peqinit, që është një burg me siguri të lartë, që marrin kryen veprimet, pra kryen dënimet persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ka ndodhur, siç që rasti i fundit, për shembull, i neglizhencës të drejtorit të burgut Peqinit dhe sistemit zinxhir të këtij burgu. Këtë do të thoja, kush mban përgjegjësi për organizimin dhe kontrollin e aktiviteteve brenda burgjeve? Titullari. Kam qenë pjesë e kësaj strukture shumë vite më parë. Mund na tregosh pak më shumë? Po, sistemi, pra, Instituti i Ekzekutimeve Penale në Peqin drejtohet nga drejtori. Me dy ndipse që mund të ketë nën drejtor, ka shef juridik, ka shef sigurie, shef policie, të cilët në përputhje me ligjin
i themi ne të miratuar, ose të miratuar nga Ministria e Drejtësisë dhe me struktura pushon që ka sistemi i burgut, kontrollohet, monitorohet dhe drejtohet në mënyrë të drejtë nga drejtori i burgut. Pa lejen e drejtorit të burgut, pa titullarit, nuk mund të kryhet asnjë veprim. A kemi të bëjmë me raste të izoluara apo me një problem më të thellë sistematik? Mendoj, nuk është aq lehtë të hysh në burg, aq lehtë marrësh takime kur bëhet fjalë për persona që kanë rrezikshmëri të lartë. Pra, për të tilla raste kërkohet një leje jo vetëm e posaçme nga drejtori i Institutit Ekzekutimeve Penale të për shembull të Peqinit, por kërkohet dhe nga strukturat përkatëse të drejtorisë përgjithshme të burgut, pa të cilët nuk mund bëhet asnjë takimi. Pra them si raste, nuk janë raste të të herpashershme ose të shtuara në veprimtarinë e strukturave të burgjeve tona, sepse thash strukturat e burgjeve nuk janë siç kanë qenë para 10 vjetësh ku kam punuar në fushën e drejtësisë. Sot janë ngritur në shkallë të lartë, është ngritur teknika, është ngritur performanca, drejtimi, menaxhimi i burgjeve, të cilën kërkon më shumë sa profesionalizëm në zbatimin e tyre, asgjë më shumë. Në fakt më doja të dija sa rol luan paraja në trajtimet e detyruarve. Është diçka që duhet të mendosh që një veprim e tillë ka edhe një prapavije. Dhe prapavija është leku. Them pa e dokumentuar, pa e parë në arsyeën e logjikut, themi që mund të jetë një gjë e tillë, por sa e vërtetë është, thash kërkon një analizë shumë të thellë shkencore, një analizë të thellë ligjore për të përcaktuar, i themi ne, shkaqet, burimin për të cilën çon deri në realizimin e këtyre takimeve shumë misterioze që mbushen me lloj i themi epitetesh si leku, rishfeti, korrupsioni nga ana drejtuese, bashkëpunimi midis policisë burgjeve edhe titullarët të tyre. Ndodh që të kenë bashkëpunim? Në fakt, duke parë në kompleks, duke parë dhe kushtet me të cilën themi ne janë sot institutet ekzekutive e vepër penale, duke parë dhe rrogat e ulta, duke parë dhe kushtet me të cilën ato kryen, në disa raste, jo shpesh, pra në një ndërgjegje jo të kualifikuar, jo të saktë në zbatimin e ligjit, edhe mund të ketë kryer këto veprime. Thash, po këto janë në disproporcion me masën e shumë të punonjësve të policisë burgjeve dhe të personelit, të cilët janë të pamëshirshëm ndaj këtyre rasteve sporadike për të luftuar deri në fund këto fenomene. A ekziston perceptimi se disa të burgosur përfitojnë privilegje të pajustifikuara? Nëse pikërisht për këtilla raste janë struktura të posaçme të burgjeve që janë SHKB-ja që merren me zbatimin e ligjshmërisë të personelit policor ose drejtues. Pra, nëse bëhet një kontroll i thjeshtë në përditaret ose blloqet ku janë të përcaktuar dhe koha dhe sasia e leve, zakonisht për shembull për burgjet zakonshme jepin takime deri në 4 herë në muaj. Ndërsa për burgjet e sigurisë po flasim për personat që kanë rrezikshmëri të lartë, personat me vepra terroriste ose me veprime të mëdha kriminale, zakonisht jepen 1-2 herë në muaj dhe në raste të veçanta këto jepen me leje të posaçme nga titullari drejtorisë përgjithshme e burgove. Pra, duhet të pra një veprimtari, një zonë akoma më e thellë në këtë drejtim. Kemi të dëgjuar shpesh për burgjet VIP. Sa real është ky perceptim? VIP do të thotë janë burgjet e këtyre personave të dënuara, pra me mbretëri të lartë, kriminale, terroristë ose shoqore, të cilët u krijon në përputhje me ligjin, pra 81/2020, për ligjin për të drejtat e trajtimit dhe bërëmëtarisë të tyre, ku janë të përcaktuar në mënyrë eksplicite të drejtat dhe detyrat që kanë këto burgosur në thonjza VIP për të respektuar rregulloren e burgjeve brenda në ambientin ku jetojnë. A mund të ndodhin këto shkelje pa bashkëpunim të brendshëm në sistem? Absolutisht, sepse kur kemi pa dhe fotografi që me shishe, alkooli, duke festuar. Pra, nuk e imagjinoj dot si një shishe, sepse thash para shumë vite kam punuar vetë dhe që të hysh në për ambientet e të burgosur kalon në një numër të madh kontrollesh. Pra, nuk mundet që një shishe, mundet hyj për shembull supozojmë një briska, një sket telefoni, po shishe botile të mëdha, them që janë në disa raste që
duhet parë, është një pikpyetje e madhe për ta parë sa më afër këtë realitet. Sepse thash, ka shumë kontrolle jo rutinë, po të detyrueshme për të shkuar deri tek llomat ku ato jetojnë. Pra sheh pa mund të futesh botile. Gjithsesi thash këto janë fenomene që ose nuk janë kundësht, janë në përputhje me realitetin, ose i them ne mund të jenë edhe truke për propagandë në lidhje për të drejtim. A ka rrezik për standard të dyfish në trajtimin e të dënuarve? Ka pasur në kohën kur unë kam qenë në zyrën juridike të Institutit Ekzekutiv Penal në Durrës, ka pas të raste të tjera kur trajtimi nuk ka qenë një lloj për shkak për të burgosit. Kjo varet thash nga qëndrimi, nga karakteri, nga pozicioni i tyre, si themin edhe nga ajo emri VIP që mund të kishte i burgosuri. Nga ngarkesa e peshë që kishte ai tek drejtuesit. Doja të di se sa i fortë është komunikimi institucional mbi kushtet dhe komunikimet. Të thash takimet si mas asaj që profesion që unë imagjinoj, në takimet e burgje me të zakonshëm, bëhen i themne pa pengesa fizike, pa gjallë. Se nda tek bisi, për shumë të 41 bis, është ndaluar me komunikim fizik, pa i themne komunikimi fizik, pra të jenë të ndaluar. Nëse tek komunikimet, tek burgje me siguri të lartë, ka për shumë kufizime të takimit dhe kontakte fizike, vetëm me raste të veçanta me leje speciale nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Të gjithë janë shumë... Gjithsesi ai që do të shtojën sistemi penitenciar në Shqipëri ka nevojë sot jo vetëm për një riorganizim, për një ngritje në shkallë më të lartë si të strukturës dhe infrastrukturës së saj. Kur flasim për strukturë dhe infrastrukturë, flasim që nga modeli i punojësve të burgjeve, i ngritjes së pagave, i kushteve të punës, pra i zbatim të gjithë detyra në përputhje me Konventin Evropian të Njerëzit. Pra ngritja në shkallë më të lartë, si e pagave, anës profesional burg, do të rrisë edhe cilësinë në drejtime tjera, pra si të komunikimit, të menaxhimit dhe trajtimit të burgosëve, të cilët kanë për qëllim jo vetëm themin e zbatimit të ligjit, po dhe afrimin e një asistence njerëzore që do të thotë qëllimi i saj të bëhet integrimi i tyre në jetën shoqërore, sepse flasim përveç dënimit që marrin dhe kufizim të drejtë të tyre, këto njerëz ne nuk mund t'i hedhim dhe t'i nxjerrim mjashtë i themni ombredhës shoqërisë, por nëpërmjet këtyre institute ekzekutive penale ne arrim t'i afrojmë përveç asistencës njerëzore, i afrojmë dhe edukimin, shkollimin, i afrojmë dhe elemente të tjerë për t'i riintegruar në jetën tonë shoqërore. Dhe për të bërë të aftë, nesër pas nesër, për të hedhur poshtë atë zharkonin e dënimit, për të kontribuar në jetën shoqërore, në një hap të drejtë me shumicën e tjerë përpara. Në fakt, të gjithë janë shumë kurioz dhe nuk e kanë kuptuar kur, sepse trajtojnë ndryshe persona të njohur dhe ato të fuqishëm. Është një koncept i gabuar, mentalitet se ligji është i barabartë për gjithë. Nuk po bësh dallime për shumë të një titullari, të një X-i ose një VIP-i me emër, edhe të një punëtori të thjeshtë ose të njeriu të thjeshtë, i cili fundi për një gabim, për një padrejtësi ose mosbatim ligjit, ka shkuar të kryej veprën penale në progres studime. Ne do themi edukimi do të jetë i barabartë për gjithë. Pra trajtimi i burgosëve, të dënuarve, për çdo veprë penale do të jetë i barabartë, si për personat VIP në theza, ashtu edhe më të thjeshtë. Marrim shkas nga pamjet që janë publikuar, se si festojnë në burgje dhe thash janë pikërisht pse thash duhet ndryshuar, do të kërkuar për një organizim në shkallë më të lartë të sistemit të burgjeve, pas sistemit penitenciar në Shqipërisë. Pa kur flasim për kualifikim, ngritjen në shkallë më të lartë të ndërgjegjës dhe të menaxhimit të punonjësve të burgjeve, të drejtuesve të tyre. Kjo kërkon punë, vullnet, kërkon sakrificë, coraggio dhe si thoni a voglio di fare tutto. Deri në çfarë mase burgu përmbush funksionin e ndëshkimit dhe rehabilitimit? Të thash pa ka burgje sot që janë për shembull si burgu i Firit, burgu Shkodrës, që janë burgje me standarde dhe me cilësi që flasim ne të bashkëore, po ka dhe burgje kur sipas kontrollit të avokatit të shtetit, disa burgje
kanë lënë për të dëshiruar dhe është rekomanduar për të mbyllur, sepse nuk plotëson as kushtet më elementare si për sa i përket zbatimit dhe kërkesave të drejtave të lirive që kanë të burgosur, ashtu dhe në jetën e përditshme për të kaluar kohën, për të vujtur dënimin për kohën që cilën ato janë dënuar. A rrezikon perceptimi publik të dëmtoj besimin të sistemit të drejtësisë? Thash pra që të bësh një diçka do të kesh besim në vete. Kjo nuk arrihet vetëm për të parë një sonjë, një ëndër. Kjo kërkon punë, këmbgulje. Kërkon mbi gjitha vullnet për zbatuar, po që të krijohet ky vullnet. Kjo dëshirë, kjo dashuri për ta ngritur këtë sistem penitenciar, patjetër kërkon kohë, patjetër kërkon edhe angazhim total, jo vetëm të drejtuesve, pra kur flasim drejtuesve të institutit të ekzekutimit, pra të drejtuesve të burgje, po edhe strukturar përkatëse që nga drejtoria e përgjithshme e burgje, Ministria e Drejtësisë e deri tek shteti, i cili duhet patjetër të marrë masa që sistemi penitenciar në Shqipëri të jetë në nivel bashkëkohor. Kalojmë pak te prostitucioni dhe shfrytëzimi seksual. Është një fenomen që po dëgjohet shpesh. Kjo për vetë faktin se Shqipëria është një portë e madhe ku edhe turizmi është rritur në mënyrë të tillë që nuk po të pengoj edhe prostitucionin si fenomen që zakonisht njihet në çdo vend të botës. Por thash edhe prostitucioni, se kam dëgjuar duke parë që jetojnë në Durrës, rastet ku policia ka goditur dhe po parandalon këtë fenomen negativ, është një dukuri të cilët po e shohim këto ditë të fundit. Sa i përhapur është sot prostitucioni në Shqipëri? Si mas statistik ose si mas atyre dëgjojmë, sot për sot nuk po flasim për një prostitucion, një vërtetëri që është bërë publike në sensin që me hapa galopane. Janë fenomene në qytete të cilën hap pasar ngren krye duke zhvilluar në mënyrë të errët abuzive këtë fenomen. Flasim më shumë për zgjedhje personale apo shfrytëzim? Jo, kjo është një pjesë e armës kriminale të disa krerëve, disa individëve të cilët kërkojnë duke shfrytzuar këtë rrugë, këto vajza për arsye përfitimi. Ku shndron zakonisht pas këtyre rrjeteve kriminale? Këto janë, pra, si çdo fenomen tjetër, pra, edhe fenomeni i prostitucionit, i cili, për shembull në qytetet tona Shqipërisë, po zgjohet, i themne, po jo me hapa galopane, janë elemente të cilën e kanë zgjidhur rrugën e tyre në mënyrë të gabuar. Pra, duke zhvilluar këtë aktivitet kriminal për të pasuruar në thonjza në mënyrë jo të drejtë. Si rekrutimi i tyre. Viktimat në këto rrjete. Kjo bëhet zakonisht, këto janë fenomene që në një proces zinxhir. Janë elementë të cilët kanë emigruar më vite jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, të cilët kanë punuar në shumë vite, duke krijuar njohje me këtë kategori femrash pra të prostitucionit, bin kontakt dhe nëpërmjet lidhjeve të tyre me njerëz të tyre krijojnë vërtetërinë e këtij prostitucioni duke sjell nga jashtë në Shqipëri, duke siguruar edhe kushte, apartamente dhe çdo gjë në përputhje me qëllimin dhe rrugën ato që kanë nisur. Në këtë rast të përdoret dhuna apo presioni? Zakonisht nuk kam dëgjuar prodhim. Çdo gjë nga natyra është bërë me dëshirë. Nuk kam dëgjuar të paktën ashtu si edhe e logjikoj ose sikur e ndërtoj, janë fenomene që çdo gjë bëhet me dëshirë, me vullnet, nga kjo lloj kategorie e këtyre femrave. Eskortat. Po nga eskortat, patjetër, të cilët kundrejt një shumë të majme, Sa mund të jetë shuma? Nuk S'ka informacion. Nuk kam informacion sepse vetë faktin si profesor ne hym rrugës ndërtimit, mënyrën se si zhvillohet, si ndërtohet dhe deri ku shkohet. Mund ta flasësh pak? Është një joshe shumë e madhe. Po kjo është me dëshirën e dy palëve. Sepse për të pasuruar sot, kjo lidhet nga shumë faktor. Fakti që një pjesë e kësaj kategorie, duke mos gjetur, i themne, edhe kushtet përshtatshme për një jetë, i themne, modeste këtu në Shqipëri, duke qenë të papuna ose me rroga
për cilën ato mendoj janë të vogla, duke parë dhe çmimet e shtrenjta të apartamenteve ose për të krijuar një jetë sa më normale në qytetet e tyre nuk mund të përballohen dot, atëherë preferojnë të bëjnë këtë rrugë duke menduar që e vetmja mënyrë, e vetmi kusht që mund të realizojë ëndrrën e tyre për të pasur një apartament, një makinë luksoze, ose për të pasur 2 lek për të zgjuar ashtu që duan ato. Sa rol Por kjo të thash bëhet janë të vetëdijshme këto veprime që bëjnë pra këto vajza, këto femra, sepse rrugë tjetër nuk ka. Sa rol luan korrupsioni në funksionimin e tyre? Çdo hap në të ndërmjetëri është korrupsion. Që do të thotë, nëse unë, për shembull, nëse një vajzë merr një hap të tillë për të kryer këtë ndërmjetëri, ajo e ka të përcaktuar në mënyrë eksplicite mënyrën e fitimit, mënyrën e shfrytëzimit dhe anën negative të këtij fenomeni. Pra, gjithë kjo ndërmjetëri bëhet e vetëdijshme nga seksi i femrën. A ka lidhje me trafikimin ndërkombëtar të qenieve njerëzore? Po, si çdo fenomen tjetër dhe trafikimi, siç është trafikimi i lëndëve narkotike, trafikimi i femrave, janë fenomene të cilë janë dukuri që ndodhen në një sistem. Po janë dukuri të cilët krahas i themi zhvillimit të këtyre aktiviteteve të palishme që ndeshen edhe me forcën e egur të ligjit të policisë në çdo vend ku ato zbulohen dhe ndeshkohen të pamëshirshëm. Përpos kësaj ne kemi dhe shumë viktima, por dohet të di pse është kaq e vështirë të denoncojnë. Sepse mbi gjitha për të denoncuar këtë vërtetëri nuk është e sigurt dhe i them edhe mbajtja e emrit sekret, pra kërkot punë, që të kryet një punë pra më efikase, që të japi rezultate të duhura, do të jetë i tillë që bashkëpunimi midis denoncuesit dhe atij që merr denoncimit do të jetë i tillë që të ruajë dhe sekretin, por në të tilla raste kemi pasur që shumë këto denoncime janë bërë të zbuluara dhe pranaj në një anë bën dhe vlera e denoncimit të këtyre fenomeneve. Njerëzit kanë frikë. Nga se? Kanë frikë sepse nëse unë denoncoj, mos zbulojnë dhe hak merren ndaj denoncuesve. Prandaj them që është një fenomen i lidhur, një fenomen i cili shpjegohet në mënyrë i themne jo të drejtë për sa i përket kësaj vërtetërie. Se nëse dikush denoncon, edhe sot ka kohë që denoncosh, po ku do denoncosh? Sot duhet një korazh që denoncosh, po duhet edhe një vetëmbrojtje të denoncuesit. Pra, në një shkallë të tillë duhet ngrihet edhe rujtja e denoncuesit, emrit të denoncuesit për të mos pasur pasojë negative ndaj tij. A ka dështuar sistemi në parandalim dhe ndëshkim? Jo, që thosh ka dështuar, nuk mund të themi ka dështuar, se për të mos patur këto fenomene gjithmonë duhet të parandalosh. Parandalimi është një armë e fuqishme në sistemin e drejtësisë, që të parandalosh pa ka një kompleks zinxhirësh aktivitetesh, që do të thotë të edukimin, që ka shumë i themne organizata, shoqëria, shteti, shkollat, kudo në çdo hap të vërtetës së tij, duhet patjetër në një formën tjetër të merren me këto lloj elementesh për të edukuar këtë brez të ri që nesër pas nesër që këto fenomene që mos të jenë i them me masa galopane. Çfarë ndodh me viktimat pasi dalin nga ky rrjet? Këtu është për të diskutuar, sepse nuk e gjejnë atë përkrajin, i themne, atë rehabilitim, atë ngrohtësi tek shoqëria, sepse e shohin me një sy tjetër, pra jo të aftë për integrim. Kjo ka të bëjë edhe me punën e dobët që është bërë në përburgjet, pra përsa i përket edukimit të këtyre, sepse tham që t'i afrosh një i themne vlera njerëzore, një të burgosurit, t'i afrosh shkollim, t'i afrosh element për edukim, gjen ngrohtësi. Pra ke bërë një punë që këtë vlerësim që e merr në sistemin e burgjeve, ai e shfryzon në shoqëri. Po duke mos marrë të plot këtë edukim në burgje, atëherë edhe shoqëria e shikon me sy tjetër, skeptik, miop, jo i themi mos besues, sepse ky që ka qenë dënuar do rikthehet dhe integrohet në jetën. Pra ka shumë problematika në këtë drejtim. Duhet patjetër punë e palodhur në gjitha drejtimet për
ti rimar për t'i futur në gjin e një shoqëri e cilën hecë me hapa përpara drejt integrimit me vlera dhe standardet e larta të shoqërisë. Sa serioz është fenomeni sot krahasuar kohë më parë? Me thënë drejtën, unë thash ka ndryshime, por fenomeni akoma nuk zhduket, se jeta nuk është perpetuum mobile që themi shkon vaj në një drejtim. Absolutisht jo. Nëse ne mendojmë që çdo gjë është vaj, atëherë kemi bërë gabime. Duhet krahas progresit i cili ecë me hapa galopane dhe regresi me metodat, me mënyrat e saj përpiqet ta frenoj progresin, por në asnjë mënyrë nëpërmjet një lufte dialektike të fortë, progresi ecë më para. Pra ndryshime ka, sepse Shqipëria nuk është si e vitit 91 ose vitit 2000, ka gabime, ka tmeta, por çdo gjë ecë më para. Pra, edhe sistemi, dhe lufta për të parandaluar fenomenet e korrupsionit, kriminalitetit, edhe çdo fenomen negativ të jetës shoqore, bëhet me luftë të fortë ndaj një fenomeni i cili me hapat e tij, me kushtet dhe potencialet që ka, përpiqet të sabotojë progresin, por nuk ka për të arritur asnjëherë. Kush mban përgjegjësi më të madhe, individët apo institucionet? Përgjegjësia është e përbashkët, sepse një individ nuk jeton i veçuar, jeton në një shoqëri, ku në këtë shoqëri janë ndërtuar çdo lloj strukture, si strukturat shtetërore, si i themne drejtuese, si njësitë bashkia, pra janë të lidhur në një sistem zinxhir që funksionon në mënyrë të njëpasnjëshme, në mënyrë të njëtrajshme. Pra, hallkat e edukimit janë një proces zinxhir, që nëse prishet një hallk, prishet gjithë sistemi zinxhir. Zoti Fatmir, të falenderoj, ishte kënaqësi, edhe shumë faleminderit. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, për studion simpatike, për temën që zgjodhet, që ja vlen në këto kushte, në këto kohë për cilën ne kemi nevojë, shoqëria ka nevojë të mësojë sa më shumë në drejtim për të luftuar këto fenomene negative, edhe për të qenë të aftë dhe me vlera në çdo hap të punës aty ku jeton, punon dhe ndërton jetën e tij. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe unë.